Zgjerimi i shpejt i qendrave të dhënave që fuqizojnë inteligjencën artificiale po krijon pasoja serioze për mjedisin dhe shëndetin publik. Këto qendra konsumojnë sasi të shumta ujë dhe energji për ftoje, shpesh në rajone që tashmë vuajnë nga mungesa e ujit. Sipas vlerësimeve, përdorimi global i ujit nga teknologjia e inteligjencës artificiale pritet të rritë nga rreth 1.1 miliard metra kub sot në mbi 6.6 miliard metra kub deri në vitin 2027, një rritje alarmante. Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e ujit ndikon drejt për drejt në higjenë dhe rrit rrezikun e sëmundjeve gastrointestinale, veçanërisht tek fëmijët. Në SBA, raste në Gjeorgji dhe Kaliforni kanë ngritur shqetësime për ndotje të ujit dhe sedimente, sidomos në komunitetet të marginalizuara, ndërkohë vetëm 0.5% e ujit në tokë është i freskët, duke bërë konkurrencën për këtë burim jetik gjithnjë më të ashpër. Kjo ka shtyrë thirrje për rregulla më të forta dhe transparencë, duke vendosur shëndetin dhe drejtësinë mjedisore mbi rritjen teknologjike.